Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Selavatet dhe selamet tona e dërojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij. Mësimet dhe udhëzimet e tij deri në frymarrjen e fundit. Deri atëherë ku njeriu asnjëherë nuk e vendos veten e tij në harresë. Deri në përmbylljen e misionit për cilin jemi krijuar. Deri në takimin me Zotin ton për cilin jetojmë, i cili na ka krijuar dhe cilin e adhurojmë. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka treguar se misioni jonë në këtë botë nuk përmbyllet dhe nuk përfundon, nuk ka penzion, e as nuk ka pauzë në asnjë moment. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dhe adhuro Zotin tënd derisa të vije vdekja, pra deri në fund. E në përpjekjet tona për ta realizuar qëllimin e krijimit dhe për qenë modeli i realizimit të mësimeve të Zotit fuqiplot. Ne në vazhdimsi flasim dhe ndëgjojmë. Në vazhdimsi marrim mësime dhe urtësi nga ata cilët ishin para nesh, nga ata cilët na i lanë këto mësime dhe urtësi me përvojat e tyre. E mbi të gjitha, për neve mbetet burimi i mësimeve dhe i udhëzimeve të jetës, libri i Zotit dhe shëmbëltyra e njerëzimit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për librin e Zotit, Allahu xhalla shanu na thot: "Dhalika al-kitabu la rayba fi." Ky Kur'an, ky libër është libër i cili nuk ka asnjë dilemë në të. Nuk ka dilemë në vërtetësinë e tij. Nuk ka dilemë në saktësinë e tij. Nuk ka dilemë dhe nuk ka asnjë dyshim në tregimet e tij të kaluara dhe në paralajmërimet për të ardhmen. Nuk ka asnjë dilemë dhe asnjë dyshim në mësimet dhe udhëzimet e tij, në kufit që i ka vendos, në metodologjinë e të jetuarit, në formën e të menduarit që na mëson ky Kur'an. Ndërsa për pejgamberin alayhis salatu wassalam, Allahu xhalla shanuhu na thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Tek pejgamberi alayhis salam, ju e kishit modelin dhe shambullin më të mirë, më të përkryer. Kot kërkon dikush figurë dhe model për jetën e tij më të kompletuar dhe më të përkryer se sa figura dhe modeli i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse ai ishte Kur'an yamshi ala al-ard, Kur'an i cili ecë mbi tokë. Aisha radiallahu anha, kur është pyet për moralin e pejgamberit tërsëm, për sjelljen e tij, për edukatën e tij, për raportet se si i ndërtonte ai me të tjerët, Aisha radiallahu anha u përgjigj: "Kana khuluquhu al-Qur'an." Morali i tij ishte Kur'ani. E kur po flasim për këtë burim dhe këtë referencë të mësimeve dhe të udhëzimeve tona, po flasim në të njëjtën kohë edhe për referencën nga e cila sigurt dalin rezultatet e kërkuara. Në të gjitha rrafshet e jetës, në të gjitha mësimet e jetës, në të gjitha nevojat që besimtari ka në jetën e tij. E nëse kthehemi tek nevojat e besimtarit në jetën e tij, njeriu në përgjithësi, por po flasim për besimtarin i cili me vullnet dhe dëshirë e ka përzgjedhur që të jetë Kur'ani dhe mësimet e pejgamberit referenca e jetës së tij. Po flasim për sfidat dhe nevojat
e domosdoshme të menaxhimit të situatave në cilat besimtari e kalon jetën e tij. E kur po flasim për këto sfida dhe këto nevoja të mësimit se si duhet veproj, për besimtarin mbetet një nga këto sfida më e madhe. Ajo është mësimi, edukimi dhe orientimi i duhur i fëmijëve. Jemi ende duke folur për familjen, nga këndet të ndryshme. Kemi folur për bashkëshortët në takimin e javës së kaluar. E nga këta bashkëshort, Allahu xhalla shanuhu jep fëmijë. Ata fëmijë janë përgjegjësi. Ata fëmijë janë dhuratë. Ata fëmijë janë hieshia e dunjas. Ata fëmijë janë zbukurimi i jetës së kësaj bote, pa të cilët nuk paramendohet jeta bashkëshortore. Pyetni ata të cilët nuk kanë fëmijë, se çfarë u duket interesant në jetë nëse mungojnë fëmijët. Allahu subhanahu wa taala ka bërë të tillë dhe ne lutim Allahun xhalla shanu për këta ata të cilët Allahu nuk u ka dhënë fëmijë që t'i furnizoj nga begatitë e tij. E atyre të cilët u ka dhënë Allahu xhalla shanu fëmijë, duhet ta ndëgjojnë këtë trajtim kuranor, fetar, cilën na mëson Kurani dhe metodologjia e pejgamberit alayhi salatu wasalam në edukimin e fëmijëve. Edukimi i fëmijëve thamë është sfidë, e cila varësisht nga kohët ku njeriu jeton, mbetet në shkallët e saj, më e madhe ose më e vogël. Sot, nëse flasim për edukimin e fëmijëve, para vetes do të na dalin një grumbull i madh i sfidave, i të lasheve, i problematikave, të cilat megjithatë ndoshta nuk ka qenë të njohura në të kaluarën. Dhe shfaqja e tyre e shumt në numër e këtyre sfidave nuk na bën më pak i përgjegjës dhe nuk na bën të liruar nga përgjegjësia. Përkundrazi, ndoshta vetëm sa shtohet edhe më shumë shkalla e përgjegjësisë. Jo rrallëherë shohim se njerëzit qysh në startin e edukimit të fëmijëve e kanë një gabim, i cili duhet të rregullohet, duhet të përmirësohet dhe duhet të ndrohet qasja e njeriut. Kur flasim për edukimin, shpesh herë njerëzit mendojnë direkt tek ndëshkimi. Pra edukimi do thotë ndëshkim. Vendosja e kufeve se çfarë duhet të bëjnë fëmijët dhe çfarë nuk duhet të bëjnë dhe menjëherë pasaj realizimi ose mos realizimi i këtyre kufeve ose objektivave e nxjerr këtë rast prindin para hapit të radhës e që është ndëshkimi. Është interesant të hedhim një shikim mësimeve fetare dhe të shohim se sa të mahnitshme janë, sa të mrekullueshme janë këto mësime, dhe të shohim se cila është metodologjia e fesë në edukimin e njeriut në përgjithësi. Në këtë rast po flasim për edukimin e fëmijëve në veçanti. Fillimisht, çështja e parë, cilën duhet ta dimë, pas asaj cilën e përmendim, përgjegjësia dhe detyrat dhe obligueshmëria domosdoshme për edukimin e fëmijëve, duhet ta kuptojmë se shkalla e parë e edukimit të fëmijëve është mësimi, sqarimi, para se të mendohet ndëshkimi. Kjo është metodologjia kuranore. Dhe është interesant se Allahu subhanahu wa taala pikërisht këtë na përmend në një ajet kuranor ku thotë: "Wa ma kunna mu'adhdhibina hatta nab'atha rasula." Wa ma kunna mu'adhdhibina hatta nab'atha rasula. Thotë Allahu subhanahu wa taala, asesi ne nuk ndëshkojmë askënd para se t'ja dërgojmë atij një të dërguar. Për çka më ardh ai dërguar? Cili është misioni i tij? Cila është detyra e tij? Detyra e këtij të dërguari është
tërheqja e vërejtjes. Detyra e këtij të dërguari është mësimi. Detyra e këtij të dërguari është edukimi. Detyra e këtij të dërguari është paralajmërimi. Detyra e këtij të dërguari është sqarimi i nevojshëm dhe sqarimi i kërkuar dhe i duhur për njerëzit e caktuar. Andaj feja hapin e parë të edukimit e kthen tek sqarimi, tek mësimi, tek paralajmërimi i duhur, në masën e duhur, në kohën e duhur, për secilën situatë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si modeli më i mirë dhe si shembulli i papërsëritshëm i edukimit të gjeneratave, i edukimit të brezave, i edukimit të burrave dhe të grave, i edukimit të çdo njeriu, në këtë rast edhe i edukimit të fëmijëve, na mëson se përfitimi i zemrave është çështja e parë, cilën besimtari duhet ta ketë projekt në çdo kënd të cilën synon ta edukoj. Në këtë rast, fëmia i tij, i cili ka më të drejtë se çdo kush që ta ndijë ngrohtësinë dhe suksesin e edukimit nga prindi i tij. Thot njëri nga dietarët e hershëm, kush dëshiron, thot të korrigjoj veprat e dikujt, thot letja përfiton zemrën e tij, sepse është e pamundur që të korrigjohet dikush pa e përfitu zemrën e tij. Është një rregull i mahnitshëm, ndoshta shpesh herë edhe i provuar nga ne. Njerëzit nuk do të na ndëgjojnë. Pra, ata që ne flasim, qoftë për fe, qoftë për çfarë do që flasim, njerëzit nuk do të na ndëgjojnë pa na dashur. Nuk të ngan askush pa të dashur. Njerëzit imponohen, njerëzit detyrohen, por në fe nuk ka imponim dhe detyrim. S'ka, është bindje. Andaj njeriu nuk do ta merr fjalën. Dhe kjo është mendoj një nga provat të thjeshta. Sa kemi njerëz të cilët janë doktora të shkencave islame, njerëz që bartin pozita të caktuara, njerëz që bartin emra të caktuar. Mirë po, ndikimi i tyre në masë dhe ndikimi i tyre tek njerëzit është minimal. Sepse njeriu nuk do të ndëgjoj dhe nuk do t'i bëj përshtypje ajo cilën ti e flet dhe ajo cilën ti u tregon pa të dashur. Pra, pa u marr zemrat e tyre. Dhe njerëzit nuk kanë më na dashur. Këtë rast nuk ka më dashur askush. Madje edhe në qoftë se është në shkallët e domosdoshmërisë së dashurisë, siç është dashuria e fëmijës për prindin. Kjo është e natyrshme, megjithatë, edhe kjo e kërkon një shkallë të kujdesit ndaj tyre. Andaj, njerëzit nuk kanë me na dëgju pa na dashur dhe nuk kanë me na dashur nëse nuk ju shërbejmë atyre. Nëse nuk bëjmë asgjë për ta. Nëse të paktën nuk ndajmë kohë për ta. Nëse të paktën nuk ofrojmë ngrohtësinë e kërkuar. Nuk e ofrojmë shërbimin e duhur. Andaj, nëse dëshiron ndikimin dhe edukimin dhe orientimin e fëmijës, hapi i parë që duhet ta bësh është t'ja përfitosh zemrën e tij. Sepse me përfitimin e zemrës së tij ti e bë pjesë, je bë hisenik, je bë pjesëtar në ndjenjat e tij. Dhe në momentin që je bë pjesëtar në ndjenjat e tij, ai automatikisht si rrjedhë e kësaj do të jetë i gatshëm të ndëgjoj, do të jetë i gatshëm që të marrë fjalë, do të jetë i gatshëm që të ndëgjoj udhëzime, do të jetë i gatshëm që të ndëgjoj edhe ndalesa, do të jetë i gatshëm madje edhe që të përballoj
të përballoj mos realizimin e ndonjë dëshire dhe ëndrre të tij për shkak të dashurisë që e ka. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam pasi i kishte përfituar zemrat e tyre dhe ishte bën njeriu më i dashur te ta. Saqë dashuria e sahabeve për pejgamberin alayhi salatu wassalam e te kalon çdo dashuri që dikush e ka dashur dikant dhe mund ta duaj dikant. Mos të përpjeket dhe mos të mundohet askush në botë, asnjëherë, deri në fundin e kësaj gjëtësie, që mund të arrijë, ndoshta as përse afërmi, dashurinë e pejgamberit alayhi salatu wasallam që ishte prezent në zemrat e sahabeve. Këtë pejgamberi alayhi salam e bën nga kujdesi, nga dëmshuria, nga kjetuarit dhe dëshmia se çdo gjë që e bente për të mirën e tyre. Madje edhe atëherë kur shumë nga dëshirat e tij ai kishte lënë mango dhe nuk kishte realizuar për shkak të jepjes përparësi të dëshirave të sahabeve. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam më një herë pasi i kishte përfituar zemrat e tyre, metodën e radhës në edukimin e gjeneratave, në edukimin e të tjerëve, e kishte bë në sqarim para ndeshkimit. Në sqarim para qërtimit. Andaj vjen një beduin dhe futet brenda xhamie. Sahabët po rrinë, po bisedojnë, çështje madhore, çështje të rëndësishme në prezencën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, brenda xhamisë ku adhurohet Allahu xhalla shanuhu, vjen një beduin i cili nga natyra e tij e kishte që nuk ka vend të caktuar ku njeriu mund të ketë kufizime. Andaj njeriu duhet niset shpeshherë nga mendësia e atij cilin po e mëson dhe po edukon, jo nga mendësia jote, jo nga pozita jote, sepse ti mund të jesh në pozita të caktuara të dijes, të formimit, të kulturës, të traditës, të pamjes, por ai tjetri, ai nuk i ka këtu, atina i mungojnë. Andaj nuk bën ta gjykosh, e as ta qortosh para se të zbritesh në nivelin e tij në aspektin e formimit, të dijes, të aftësisë së tij dhe të përgatitjes së tij. Andaj imagjinoni një situatë të tillë, kush do ta imagjinonte? Një situatë ku sahabët, ku fliste pejgamberi alayhi salatu wassalam, rrinin as të qetë, rrinin as të përullur, rrinin as të koncentruar, rrinin as të kujdesshëm që ta ndëgjonin dhe ta merrin çdo fjalë të pejgamberit asam, saqë ka ardhur në përshkrime, thotë kanë pasur mundësi shpend e ndryshëm, pra të zbresin në kokat tona duke menduar se jemi gur ose jemi drunj të paleveshëm. Tash imagjino këtë situatë kur këta sahabe e çmojnë dhe e nderojnë prezencën e pejgamberit alayhis salam. Plus brenda xhamisë. Në një situatë të tillë hyn një beduin, cili ka nga shkretira, nuk ka pa qytetrem, nuk ka pa po themi shejtëri të vendit e as të prezencës së dikuj. Futet brenda edhe në moment caktuar i ofrohet nevoja e tij fiziologjike dhe ngritet aty pak në qosh, në skajet të xhamisë dhe po e kry nevojën e tij fiziologjike. Në këtë moment sahabët natyrshëm reagojnë. Sahabët reagojnë natyrshëm sepse është xhami, është vendi i dijes, është vendi i cilin është pejgamberi alayhis salam. Ne sahabët nuk i qortojmë, sepse ata natyrshëm veprojnë një veprim të tillë. Dhe ngriten për ta qortu, për ta ndalu e kështu me radhë. Pejgamberi sa na jep modelin më të mirë të edukimit, pra sqarimi para qortimi. Sqarimi para qortimi. Aja ke bot qartë fëmis, aja ke bot qartë vllaut, aja ke bot qartë shokut, aja ke bot qartë kujdo që ti i flet dhe përpjekesh që ta edukosh, aja ke bot qartë se filan puna ban, nuk ban, cilat janë pasojat, cilat janë ndalesat, cilat janë ndikimi i saj e kështu me radhë. Po sa kemi dirë mund fillimisht në sqarimin
dhe në detajizimin e çështjes së caktuar, të haramit, të fshëmtisë së punës së kështu me radhë. Pejgamberi sa thotë dau, lene, sepse po u ngrit ju, pasojat do të jenë më të mëdha. Dhe sa po e përfundon, ofrohet tek pejgamberi alsa, thotë eja këtu. Dhe e përdor metodën e domosdoshme të çdo kujt që don ta edukojë dikan. Ajo është metoda e sqarimit para çortimit. Dhe i thot atij, shiqa, këto xhamia janë bërë me adhuru Allahun xhalla shanu. Në këto xhamia nuk lejohet më bë veprime çfarë don me bëti. Sepse janë vende të shenjta, janë vende të pastra, janë vende ku ngritet fjala Allahu xhalla shanu, e kështu me radhë. Dhe me kaq e përfundon, duke mos e bë këtë çështje për çështjeve të armiqësisë ose të zhurmës së kështu me radhë. Por sigurisht se deklarata e tij dhe të ngjashëm për pejgamberin sa më ishte se kam ardhur dhe kam dëgjuar njeriu mësuesin më të mirë që mund ta sheh. Në rrethana tjera një njeri kur pejgamberi sa më permision dhe sahabët sillen ngjashëm me kët, thot Allahumma arhamni wa Muhammada, o Allah falu mua, shiro mua dhe Muhammedin alayhis salam. Ndërsa me neve mos e mshiro kërkan këta tjerë, të cilët kaluan direkt në qortim dhe direkt në ndëshkim para se të sqarojnë dhe para se të ngritin argumentet e mësimit dhe të edukimit të duhur. Sigurisht se ai ishte rahmatan lil alamin, ishte mëshirë për mbar botrat, e neve sot na nevojitet patjetër përfitimi i zemrave dhe metoda e dytë pra sqarimi para qortimit ose para ndëshkimit. Këto ishin disa nga metodat, për të vazhduar me metodat e tjera të edukimit para ndëshkimit në pjesën e dytë të këtij trajtimi. Pas një pauzë të shkurtër. Shikues të dashur, u kthyem në pjesën e dytë të trajtimit të edukimit apo ndëshkimit. Dhe pam se shëmbëltyra e njerëzimit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si e fillon dhe me çfarë metodologjie vazhdon edukimin e gjeneratave, edukimin e njerëzve. Në këtë rast, kjo metodë sigurisht se më efektive se për çdo kan tjetër është edhe në edukimin e fëmijëve tanë. Në sfidën e madhe me të cilën sot po ballafaqohemi, në sfidën e madhe që sot prindrit kanë të lashën dhe kanë brengën e tyre, sidomos kur freret dhe timonin e edukimit në shumë rrethana më nuk e kanë prindrit, e ka rruga, e kanë rrjetet sociale, e kanë mediat, e kanë vendet e caktuara ku fëmijët tanë i ekspozohen formimit dhe edukimit të tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në metodat të cilat treguam se i përdori në edukim, fillimisht në përfitimin e zemrave, e pastaj në sqarimin para se të qortohet dhe të ndëshkohet, na sjell para një fakti shumë i rëndësishëm. Ajo është se gabimi dhe lëshimi nuk është armik i njerëzit. Madje pejgamberi na thotë kul ibn Adam khata, çdo biri i Ademit është gabimtar. Madje në raport me Zotin. Pra gabimi nuk është armik i njerëzit. Sepse nuk ka fëmijë që mund të rritet dhe edukohet pa gabu. Fëmia nuk mësohet të ecë pa urzu. Fëmia nuk arrin që të ngritet në shkallët e përgjithësive dhe të arritjeve të caktuara pa gabu. Pra gabimet janë pjesë e pandashme e rrugtimit të një fëmije në edukimin e tij dhe në formimin e tij. Pra nuk është problemi i gabimit. Problemi është i mos përmirësimit të atij gabimi. Problemi është i mos sqarimit të pasojave të atij gabimi. Problemi është i mos bashkëbisedimit prindit me fëmijën e tij për çështjen e atij gabimi. Problemi është kur nuk paralajmërohet, nuk sqarohet dhe nuk ndalohet, nuk korrigjohet gabimi i caktuar.
Këto është problemi. Andaj, në qasjen tonë, me fëmijët tanë, në raport me gabimet, nuk duhet të jetë synimi dhe qëllimi i prindit që fëmija e tij të jetë i pagabueshëm. Ai do të gaboj. Gjithsesi do të gaboj. Por ama, prindi duhet ta ketë qasjen e tij në raport me gabimin, a është korrigjues, a është përmirësues, a është sqarues, a është tregues i pasojave të gabimit, në qoftë se është brenda tyre, sigurisht se është në kryerjen e misioneve dhe të dyrave të tij. Përndryshe, është e pamundur që njeriu të mos gabojë. Andaj ndëshkimi i menjëhershëm në gabimin e parë që e bën fëmia është me pasojën e mos përmirësimit të tij. Madje Ibn Khalduni ka përmend njohësi i qytetrimeve dhe ai i cili na tregon se si formohen dhe se janë formuar qytetrimet, na jep një formulë shumë interesante në raport me këtë metodologji kuranore dhe profetike të pejgamberit alayhis në raport me edukimin e fëmijëve. Andaj thotë Ibn Khalduni, ndëshkimi nuk edukon gjithmonë. Pra me ndëshkimin e hapat të parë të çdo gabimi nuk e edukon fëmin. Andaj thotë Ibn Khalduni, ashpërsia e vazhdueshme ndaj fëmis e bën ata ose frikacak ose e bën mashtrues. Pra ashpërsia e vazhdueshme e prindit në raport me çdo gabim, në gabimin e parë që e bën fëmia, thot ose do ta bën fëmin frikacak ose do ta bën fëmin mashtrues. Nga se thot se rezultati i kësaj, fëmia do të mësohet të gënjej për shkak të frikës nga ashpërsia. Do të mësohet ta fshehë gabimin nga frika e ndëshkimit. Do të mësohet ta humb besimin në prindrit e tij. Ta humb besimin në prindrit e tij, andaj prindi është shumë e rëndësishme që ta mban balancin mes ndëshkimit të menjëhershëm dhe vonesës në përmirësimin e gabimit të fëmisë. Sepse në të dyja rrethanat, edhe në ndëshkimin e menjëhershëm, pra i sjell këtu pasoja, edhe në neglizhimin, në përmirësimin e tij i sjell pasoja tjera, cilat janë humbjen e ndjenjes se kujdesit prindror për fëmin, mos vlerësimin e gabimit si gabim, sepse nuk ka përmirësim, dhe kjo pasaj e bën që këto gabime të bëhen pjesë e pandashme jetës së tij. Andaj edukimi mbetet një nga projektet më të mëdha që besimtari e ka në jetën e tij, sepse po flasim për edukimin e fëmijëve, për ciljen e ndjenjes dhe e bindjes së tij tek gjenerata të tjera. Një lloj vazhdimësie e vet personit, e vet individit tek fëmijët e tij. Andaj mesatarja mes ndëshkimit të menjëhershëm, i cili është i papranuar, dhe vonesës së përmirësimit, qortimit, kontrollës dhe mbikëqyrjes, sigurisht se mesatarja mes këtyre dy gjendjeve është rruga e vetme e suksesit në edukimin e fëmijëve. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe atëherë kur qortonte, edhe atëherë kur mësonte, edhe atëherë kur përmirësonte, nuk e bënte këtë nga ndjenja e epërsisë, nga ndjenja e urdhërdhënësit, nga ndjenja e ndilloj ndëshkuesi. Unë jam nga pozita prindit e të thash gjithsesi, jo, pejgamberi alayhi salatu wassalam, si shembull dhe modeli më i mirë i edukimit, përveç përfitimit të zemrave atje që përmendëm, tash e përdor një metodë shumë e rëndësishme. Ajo është ndjenja emocionale. Pra, ndjenja emocionale. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam përdorte afërsinë e tij emocionale me ata të cilët ai u fliste, ai i përmirësonte dhe ai u tregonte gabimin si gabim ose nxitjen për punë të mira. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam çai thot Ibn Abbasit,
Ja gulam, o djalosh. Që këtë shprehje përgdhelse, këtë shprehje dashamirëse, inni uallimuke kelimat. O djalosh, po du me ti mësu disa fjalë, po du me ti mësu disa regula, po du me ti mësu disa mësime, ama komunikimin e ti e fillon nga ndjenja e një lloj shoqërie, kjo shoqëri, afërsi, sepse nga kjo pozit, nga ky kënd, sigurisht se fjala mirret më shumë, ka peshë më të madhe dhe vlerësohet më shumë. Në anën tjetër i thot një djaloshi tjetër, ja gulam, semillah, në ushqim kur e padhat, thuj bismillah, o djalosh, thuj bismillah, kul bi yeminik, ha me dorën e djathtë, o kul mimma yelik, edhe ha para vetes. Por kjo afërsi emocionale që pejgamberi sa e krijonte me këta njerëz në përmirësimin e tyre, në gabimet e tyre, në lëshimet e tyre, sigurisht se është nga metodat emocionale që pejgamberi sa më përdorte. Një pjesë që zakonisht ne kemi të harruar, është edhe pjesa e nxitjes, pjesa e përdorjes së ndjenjave emocionale dhe të pranimit të vullnetit të tij, të gatishmërisë së tij e kështu me radhë. Andaj kur një njeri hyn në xhami dhe dëshiron që ta nxjë rekatin, e bën tekbirin në hyrje të xhamisë dhe bjen ruku, edhe ashtu në ruku vazhdon disa hapa derisa i mrin safat, për ta nxjerrë vlerën e rekatit. Kur pejgamberi sa u njoftu për këtë rast, i tha këtij njeriu, që këtë metodë profetike të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, zadakallahu hirs. Allahu ta shtoft kujdesin. Pra, unë po e vlerësoj shumë kujdesin tan. Pra, unë po e du shumë kujdesin tan. Ti ke bërë shumë mirë që e kujdes për veprimin e kit gabuar. Pra, mos kalo me njëherë në qërtim, mos kalo me njëherë në vrarësi, mos kalo me njëherë pranohet se ai ka për të mirë. Për të mirë ka shumë njerëz, shumë gabime që i bojnë, e sidomos fëmija, shumë nga punët ata i bojnë nga dëshira për me bë mirë, nga dëshira për me arrit, nga dëshira për me kanë bashkë me tjerë, nga dëshira për me duk, nga dëshira për me tregu aftësitë e tyre, edhe gatishmërinë e tyre, qoftë për sakrificë, qoftë për mësim, qoftë për zonë vendin e parë kështu me radhë. Andaj pranimi i vlerave dhe i meritave të cilat ata i kanë, pra ndjenja emocionale është nga themelet e domosdoshme të edukimit para se të ndeshkohet ose para se të qërtohet. Edukimi do ta kuptojmë se nuk është çështje ditësh, as nuk është çështje javësh, madje as vitesh. Edukimi është projekt jetësor, është projekt i jetës. Andaj besimtari, në asë një moment gjatë jetës së tij, nuk shkputet nga edukimi vetvetes dhe edukimi të tjerëve. Në asë një moment. Andaj Allah subhanahu wa taala na përshkruan Nuhin alayhis salam, i cili në procesin e edukimit të popullit të tij zgjati 950 vjet. 950 vjet procesi i edukimit në besim, në moral, në sjellje, në karakter e kështu me radhë. Në besimtarin asnjë rrethon nuk e kupton se fëmia e tij ka rrinë në një fazë të caktuar ku duhet të tërheqet kujdesi i tij ndaj tyre. Dhe kam përmend ndoshta shpesh herë, por një nga modelet e kujdesit të prindrit për fëmijën e tij nuk është kur ai është në fazën e rrëzimit apo eca ja. Sepse tek e fundit fëmia edhe murzu kat ec i dhan pak, ama ngritet përsëri. Para ma prind, nëse fëmia yt rrëzohet në moshën 20 vjeçare për shkak të mos namazit, atëherë kush ka me qu? Nëse fëmia yt rrëzohet në moshën 30 vjeçare për shkak të haramit zinas, atëherë kush ka me qu? Dhimbt e kësaj kush i përballon? Prind, nëse fëmia yt rrëzohet në moshën 20-30 vjeçare, në drogë, në vjedhje, në hajni, atëherë kush ka me qu? Ande kush ka thonë që kujdesi prindi duhet përfundoj ndaj fëmisë? Po, kanë vendosur moshën 18 vjeçare, pastaj asnjë përgjegjësi. Ama këto kush e ka thonë? Mbas çfarë rregulli e ka marrë besimtari se fëmia duhet kujdes deri në këtë fazë dhe në këtë moshë?
general, me pozitë nalt, në një nga shtetet islame. Thot në një nga udhëtimet, një bashkëtar i tij, thot çdo ku pas disa orëve thot telefonata. Alo, po bab, mirë, po në rregull, Allahu shpërbleft, thot edhe nalte. Mos 2 orë prap telefoni. Alo, po bab, Allahu shpërbleft, faleminderit, mirë, edhe ndalte. Thot disa herë, mas 1 orë prap, mas 1 orë gjys, thot mas disa ditëve kurështar shoku i tij, bashkëtar i tij, thot, apo thot me ditë vëlla, kush po thirr telefon? Kush po ta ban telefonat? Thot edhe po i përsërit gjithë njëjtat fjalë. Thot baba. Thot se çka po kërkon? Thot nuk ndodh asnjëherë, thot me hy koha e namazit, thot pa më thirr në telefon. Me thonë djalë jam, koha e namazit. Ndoshta je në zonë, ku do që t'jesh, fale namazin se ka hy koha. Njerëz, edukimi dhe kujdesi ndaj fëmisë nuk ka mosh, nuk ka kohë, dhe është projekt i jetës. Është projekt i jetës, cilën besimtari jeton me ta dhe kujdeset për ta deri në momentet kur ndahet nga kjo jetë. Andaj besimtari kupton se përgjegjësia ndaj fëmisë, edukimit fëmisë, udhëzimit të tij dhe orientimit të tij, padyshim se është nga projektet më të mëdha me të cilat jeton. Andaj prindit kërkohet që tek fëmia i tij të mbjell imanin, të mbjell besimin, të mbjell sinqeritetin, të mbjell besnikrin, të mbjell tek fëmia i tij rënglistën e punëve të cilat nuk ban me i shkel. Prioritetet e jetës. Edukimi fëmijëve, kur e thën një gotë, nuk është i njëjtë me edukimin e tij kur ai e ka harru namazin. Për cilën e vlerësoj më shumë. Për cilën shpesh herë e qortoj më shumë. Edukimi fëmijës për gënjeshtrën nuk është i njëjtë si për një gabim caktuar momental që ka bo për shkak të një pakujdesie. Andaj, mbjellja tek fëmia i sinqeritetit, i besnikris, i bartjes së amanetit, i obligimeve ndaj Zotit, i qenit i dobishëm për të tjerë, i dhënies përparësi për të tjerë, i qenurit i mirë me të tjerë, janë renditje prioritetet të cilat prindi duhet të ketë kujdes në edukimin e fëmijëve të tij. Andaj nuk mjafton për prindin kontrolli. Kur mund e kontrollon prindi fëmijën e tij? Së në kontrollon. Sidomos në kohën ku po jetojmë. Së në kontrollon, ti në dhomë je banvakian, në shtrat je bashkë me ta, edhe ku me ditë me kanë mundet me fole, me kanë mundet me komunikue. Me çka kontrollon? Nga prindi nuk kërkohet kontroll, nga prindi kërkohet bartje e bindjes, mbjellje e bindjes në Zotin fuqiplot. Dhe mbjellje tek fëmia i këtyre parimeve të cilat do ta shoqërojnë ata në vazhdimsinë e jetën e tij. Dhe ato do ta bën që të jetë i pavarur kudo që është dhe kudo që gjendet, do t'i ka shoqëruesit përmes së cilave ai do ta kontrolloj jetën e tij, do ta menaxhoj jetën e tij dhe do ta orientoj ata si duhet. Andaj pejgamberi sa i tha Abdullah ibn Abbasit, i cili ishte fëmijë, ja gulam, ihfazillah yahfazuk. Ruaj Allahun, Allahu të ruan ty. Mbjellja këtë lidhje me Zotin, se gjithkund Allahu xhaleshanu të sheh. Ruajti Allahun kur je në ballak, kur je i shlir, kur se kërkosh, kur je i pavarur, kur duket se nuk ke nevojë. Kjo lidhje me Allahun subhanahu wa taala është garancë se Allahu xhaleshanu do të ndihmoj kur atina i nevojitet dhe kur ai është në nevojë. Pra, mbjellja e këtyre parimeve të brendshme, pra lidhjeve të brendshme me Zotin fuqiplot është garanca e vetme që prindi të jetë i sigurt se ka mbjell tek ai edukatën e duhur, mësimin e duhur dhe
dhe edukimin e duhur. Sigurisht se ndëshkimet e caktuara janë metodologji e përdorur dhe ndoshta edhe e nevojshme, jo rrahja, por privimi nga privilegjet të caktuara, privimi nga dëshirat të caktuara, për shkak të mos realizimit të objektiva të caktuara e kështu me radhë, ato janë pjesë ndoshta e pandashme e çdo prindi që e përdor në metodologjinë e tij në edukimin e fëmijëve të tij, por sigurisht se këto të cilat u përmendën do të ishin disa ndoshta edhe të mjaftueshme në edukimin e fëmijëve para se të vijë momenti i qortimit apo i ndëshkimit të tyre, sepse ai i cili jeton me Allahun subhanahu wa taala, rritet me Allahun xhalla shanuhu dhe në zemrën e tij edukohet me Allahun subhanahu wa taala, padyshim se përmes tyre ne kemi arrit me e orientu tek orientimet të cilat historikisht edhe me ajetet kuranore, edhe me mësimet e pejgamberit na kanë treguar se janë të suksesshme dhe në fund dalin me fitime dhe me dobi të mëdha. Zoti xhalla shanuhu i edukoft fëmijët tanë, na mundsoft të edukojmë ata, të orientojmë ata, të mësojmë ata, dhe na mundsoft sidomos në kohën e sfidave të mëdha, që këto mësime, këto parime të jenë mbi ato të përditshmet që shpesh herë na e kanë ngulfat edhe kohën, edhe hapësirën, edhe mundësinë tonë në komunikimin tonë me fëmijët tanë. Allah i bëft fëmijët tonë të edukuar dhe i bëft ata pasardhës tonë të denj për bartën e fjalës së Zotit xhalla shanuhu dhe mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në takimin tjetër, Allahu xhalla shanuhu ju pas mëshirën dhe rahmetin e tij. Thank you.